Tu edhe një model që është risjell në debate televizive. Du vizë diçka me thonë, kur është në proces zgjedhjeve vendi dhe kur e një situatë tillë dhe merr pjesë në debate të tilla politike, çdo herë një strategji e cila vepron në raport me elektoratin tonë përdoret në këtë rast. Unë besoj që sot shumë pak, ajo që po të më thonë është besoj që shumë pak është vrejt në esencë që mysafirët ose të ftuarit kanë folë për programet e tyre, për qasin, për idetë. Ne kemi përcjell gati 3 orë, nuk mund të ndishkusim as 2-3 detaje. Çfarë ka ndodhur këtu strategjikisht, unë besoj gabim nga ish partitë opozitare dhe që e përfitoi ose e nxorri zoti Kunjufci është këta. Këtu është përfaq haptazi prap ndarjen në 2 bloqe. Pra në debat. Okej. Digo aty kiti të paneli. Ishte moment i jashtëzakonshëm. Si nuk e kapet drejtësia Që më hopët edhe mendime. Po e vitam, si ishte Mos më hopë në mendime. E qytet që klet djallë. Se më hopë edhe mendime, më hopë që është të thonë. Apo shpesh po të ndodh më marr mendime paraprakisht që drenorit e shalës, është e habitshme kjo. Vazhdo fitam. Që më ndjere me lavoro. Jo, shpërfaqja e ndarjes në këto 2 bloqe, unë mendoj që ka qenë gabim sidomos nga zoti Tajeri Haziri dhe zonja Çitako, sepse kanë mujt besoj me performu në pjesën e tyre personale të partijake, duke përfaqësuar vetët e tyre dhe asnjëherë duke mos u bërë pjesë e një grupi që pashmangshëm ose pa vedi e kanë bërë, s'është ata janë marrë vesh, hajde personojnë, por në esencë zoti Kunjufci e shfrytëzoi këtë moment të rëndësishëm në cilën por sot është në opozitë, sot është barabartë. Se edhe PDK-ja, edhe LDK-ja synon me fitu zgjedhjet Halil. Po, pra. Nëse dëgjon zotin Haziri e thot na kemi me fitu. Zonja Çitako thot na kemi me fitu se Bedria bëhet kryeminist. Mi po na din vërtetën fiton. Kështu që nuk po hin mendjen e tyre, po analizoj çka ka ndodhur sot. Dhe po duam e argumentuar një gjë tjetër, që në situata të tilla televizive ku shikueshmëria është e madhe, ku shumë prej elektoratit është i papërcaktuar, po ditë me lut strategjikisht nxirresh mirë. Unë besoj që sot këtë ka bërë Kunjufci këtu në studio, i cili duke e rujt këtë maturinë, qetësinë, tërheqjen e tij, pritjen e minutazhës, përgjigjet e thjeshta, mos acarimin, mos futin në debat, e ka kuptuar që bërja bashk e ish partive opozitare, krahas veriut është tema e 2 televizijës vetëvendosje. Këta e don vetëvendosje. Dhe këta në studio sot e arriti. Tash unë nuk e di a e marr vesh ose s'u marr vesh këta. Në mes vetë që me sulmu qasën vetëvendosje ose diçka të tillë, unë nuk smuj me e thonë këto, por në esencë për mua kjo është përfaq. Dhe unë çu kuptova se Kunjufci e kuptoi këtë pjesë dhe bëri një lloj manovrimi të vazhdueshëm të tip politik duke u përgjigjur në akuzë kundër akuzë, në esencë pa dhënë ndonjë argument shtesës ose pa dhënë diçka detajisht se çka ka me bëu vetëvendosja nëse i fiton, domethënë zgjedhjet. Nëse kthehemi në nivel të përfaqësimit personal, absolutisht zonja Çitaku hyri ashpër, provoi me hyrë në debat, por Kunjufci u tërhoq, pra e mbajti këtë pjesën. U pa dhe zoti Tajeri që ishte i përgatitur me statistika dhe si çdo herë tjetër, zoti Haziri ka qëndrim dhe vlerësim politik, ka opinion politik. I vetmi që